Për shumë vite është zvarritur rregullimi I rrugës Hykaj në Dubraç të Ri me justifikimin se nuk mund të ndërhyej pa vendosur OSHE Shkodër shtyllat elektrike, pasi në të kundërt rruga do të dëmtojë sërish. Së fundmi OSHE nisi zbatimin e projektit për rrjetin elektrik dhe ka instaluar shtyllat anash rrugës. Tani pas 3 dekadash me këtë rrugë të degraduar, banorët kërkojnë që edhe pushteti vendor të veprojë për të bërë detyrën e tij, pasi më mirë vonë se kurrë. Me do mës e presim me pa durim këtë rrugë. Aj djath, aj majt, aj leku shtjen vësh rrugat bëhet. Edhe të rezervojnë një fond për këtë rrugë. Se jena familje, jena shumë njerëz këtu, jena shumë njerëz. Ata kujtojnë se janë rreth 500 familje që përmes kësaj rruge lidhen me zonat e tjera të Shkodrës, por theksojnë se kjo nuk mund të quhet më një rrugë në këtë gjendje ku ka mbërritur. Me keqe rrugë, as një të denjë ko një shpëll s'ka se I këtë. Sa ta lule më zotni kjo. Kjo asët është lule e kalojmë ishtu si kalojmë se pasha zotën. është me ujden junë këllën. 30 vjetë. Edhe jetu një këtë rrugë që kalojnë. Dhe betohem jena 1500 familje. 1500. O një rrugë kryesore. Kjo që lidhë shumë rruga e tona këto shpija ne jeti mund t'i shish. Por është skandal. Si shumë zonat të tjera informale në periferi të Shkodrës, edhe kjo ka nevojë për investime në infrastrukturë. Natyrisht, për një ditë apo për një vit nuk mund të plotësohen të gjitha kërkesat, por ama që të kalojnë 30 vite në këtë gjendje është e papranueshme për banorët e tyre.